Juftoj të ndiqni programin përmes Biblës me Dr. J. Vernon McGee. Miqtë e mi, përshëndetje. Është kënaqësi për mua t'ju ftoj sot në serinë e programeve përmes Biblës me Dr. J. Vernon McGee. Shërbesa radiofonike përmes Biblës ka për qëllim të mësoj çdo libër të Biblës dhe jo vetëm librat më të njohur të saj. Në këtë seri programesh për gati 5 vjet, do dëgjoni shpjegimin e 66 librave të Biblës, varg pas vargu, nga zanafilla tek zbulesa. Ky program është përkthyer dhe transmetohet në më shumë se 120 gjuhë të botës dhe na mbushet zemra me gëzim, sa herë që dëgjojmë nga dëgjuesit tanë. Sot kam dëshirë të lexoj një koment nga një dëgjues i rregullt i programit përmes Biblës nga Ukraina. Isha gati të jepja fund jetës sime, thot Misha në mesazhin e tij. Misha është një ushtar që sapo është kthyer nga lufta. Për disa vite kam qenë në disa nga vendet më të ashpra të luftës në vijën e parë të frontit. Kur ktheva në shtëpi, nëna nuk mundej as të më shikonte me sy. Nuk e di pse. I dukesha kaq i frikshëm edhe nënës sime, ajo që më kishte sjellë në jetë. Kjo gjë më mërziti shumë. E them plot gojën më shkatroi fare. U ulaj vetëm në dhomën time, në errësirë, krejtësisht i pafuqishëm. Nuk mund të duroja dot më këtë jetë. Në duar kisha thikën e betejës, gati për t'i dhënë fund jetës time. Por pikërisht në atë çast dëgjova programin përmes Biblës. Dr. McGee po fliste për dashurinë e Perëndis dhe e përshkroi shumë thjesht Perëndin, si atin ton që na do pa kushte. Në program Dr. McGee tha se jeta ime është e çmuar. Dhe kur folet për sakrificën e Jezusit në kryq, fillova të kuptoja për herë të parë thellësinë e këtij mesazhi. Trupi më mbush me mornica. Jeta ime, kjo jetë që nuk doja ta jetoja më, ishte e çmuar për Jezusin. Aq e çmuar sa i t'jepte jetën e vet që unë të kisha jetë. Unë do të shkoj në kishë ashtu si më sugjeruat ju në program. Tani më kujtohet që kam një mik që shkon në kishë rregullisht. Është e habitshme, po asnjëherë më parë nuk isha menduar që të shkoja bashkë me të. Nuk mendoja se ishte e mundur që gjërat ndryshonin. Por tani, mezi po pres të takohem me besimtarë të tjerë. Miq, ashtu si Misha, edhe ju mund të përjetoni sot dashurinë e Atit ton qiellor. Për më shumë, le ta ndjekim së bashku Dr. McGee. Ndërsa fillojmë këtë seri programesh dhe sigurisht do ta fillojmë me zanafillën, por përpara se të shkojmë aty, dëshiroj të ofroj një seri të shkurtër rreth direktivave që duhen ndjekur për të studiuar Biblën. Tani më lejoni të them një fjalë rreth Biblës dhe rreth asaj që po përpiqemi të bëjmë në programin ton përmes Biblës. Para shumë vitesh, një kish në qendër të Dallasit në Teksas kishte një mesazh shumë breslënës mbi një tabelë jashtë ndërtesës, e cila thoshte: Bibla siç është për njerëzit siç janë. Për mua kjo ishte një deklaratë e jashtëzakonshme. Po e them edhe një herë. Bibla siç është për njerëzit siç janë. Tani ky ka qenë edhe objektivi ynë i shërbesës përmes Biblës. Pra, ta ofroj të gjithë Biblën, komplet fjalën e Perëndis, ashtu siç është, dhe t'ua jap atë njerëzve ashtu siç janë. Më lejoni të ndaj disa gjëra që më vinë ndërmend në këtë momente. Po mendoj për një nënë atje sipër në Alask, një nënë e vogël eskimeze që ka humbur djalin e vet në luftë. Ajo jeton në një qytet që gjatë dimrit bllokohet nga dëbora. Ne morëm një letër prej saj ku na tregonte se çfarë kuptimi kishte për të kjo shërbesë. Diku në një rezervat në Arizona, në tokën e fisit Navajo, jeton një tjetër nën nga ky fis që na tregon se gjatë verës e nxjerr jashtë radion e saj të vogël dhe na dëgjon. Pastaj në dimër, ajo e lë radion jashtë sepse nuk e merr dot dhe i duhet të ulet brenda dhe të dëgjojë mësimet e Biblës përmes perdes së hollë së çadrës së saj. Unë ju them se edhe sikur këto të dyja ishin të vetme dëgjuese, mendoj se ja vlen të transmetojmë. Por mendoj gjithashtu edhe për atë predikuesin që ndodhet atje poshtë në Karaibe, i cili na shkroi dhe na tha: vazhdoni t'i dërgoni mesazhet edhe këtej, sepse nëse jo, nuk do të kem më predikime për të dielën. Kështu që unë kam dëshirë ta ndihmoj edhe atë. Dhe pastaj ka edhe shumë të tjerë që po e përdorin këtë shërbesë radiofonike, të cilët marrin më pas edhe materiale të shtesë dhe i përdorin ato. Ne jemi shumë të kënaqur për këtë.
Do të donim shumë ta shtrinim akoma edhe më shumë këtë shërbes, që të arrijë sa më shumë njerëz të jetë e mundur, sepse ne besojmë siç kanë besuar edhe të tjerët, dhe shpresoj që do të kemi kohë sot të dëgjojmë disa citate prej tyre. Pra ne do të përpiqemi ta japim të gjithë fjalën e Perëndisë. Ne besojmë se e gjithë Bibla është fjala e Perëndisë, dhe kësaj e gjithë duhet të dhënë mësim. Jo vetëm një pjesë e saj, jo vetëm librat më të njohur të Biblës, sepse është kaq kollaj të qëndrojmë aty. Në vijim një poezi e shkurtër që kam dëgjuar para disa vitesh, e cila bazohet tek deklarata që gjejmë tek 2 Mbretërve 23:2 që thotë: "Dhe ai lexoi tërë fjalët e librit të beslidhjes." Pra jo vetëm disa prej tyre, por tërë fjalët e librit. Dhe ja poezia, më lejoni ta ndaj atë me ju sot. Mendoja se e dija Biblën, duke lexuar copa, të binte ku të binte. Herë një pjesë nga Gjoni ose Mateu, e herë një fragment nga Zanafilla. Disa kapituj të Isaias, disa psalme, si psalmi 23, Romakëve 12, fjalët e urta 1, po, mendoja se e njihja fjalën. Por zbulova se leximi tërësor kishte të bënte me një gjë tjetër, dhe mënyra ishte e panjohur kur e lexova Biblën tepërtej. Ty që të pëlqen të luash Biblash, që hidhesh sa ndej këtej në faqet e saj, përpara se të ulesh në gjuhë një lodhur për të lutur nxitim me gojën që të hapet. Ti, që e trajton kurorën e veprave të shkruara më keq se çdo libër tjetër, thjesht paragrafe të vetësuar, e thjesht një shikim të vrazhd e të padëruar. Ti pra provo një praktik më me vlerë, provo një vështrim më të rregullt e më të gjerë. Do të përgjunjesh me shumë gazëllim kur ta lexosh Biblën tepërtej. Prandaj sot ju ftojmë të studiojmë së bashku Biblën, nga Zanafilla tek Zbulesa, të 66 librat, çdo kapitull dhe shumicën e vargjeve me të cilët do të merremi. Ama do të duhen ja 5 vjet për ta bërë këtë. Dhe nëse na e kursen Zoti jetën, atëherë jam i sigurt se të gjithë do të jemi burra dhe gra më të mirë, dhe do të kemi përvojën më emocionuese që kemi pasur ndonjëherë. Kam besim se do të na bashkoheni në këtë përvojë të mrekullueshme që do të kemi. Tani dua të ndaj me ju disa citate shumë të jashtëzakonshme nga njerëz të ndryshëm që kanë të bëjnë me Biblën, sepse ky është një libër që ka ndikuar burra të mëdhenj, të cilët në këmbim kanë ndikuar botën. Dhe unë jam i mendimit, dhe sigurisht ky është thjesht mendimi i një predikuesi të gjorë këtu në Los Angeles. Por unë mendoj se arsyeja që nuk kemi burra të mëdhenj sot është thjesht për shkak të faktit se nuk kemi burra që të paktën e respektojnë dhe e lexojnë fjalën e Perëndisë. Tani ka pasur burra të mëdhenj në të kaluarën, të cilët nuk do t'i konsideroni të krishterë. Mirë po ata kishin respekt të madh për fjalën e Perëndisë. Kurse sot, urrejtja dhe zemërimi që shfaqet veçanërisht nga ana disa të ashtu quajturve burra të mëdhenj, por që nuk janë të tillë. Thjesht do të thotë se media dhe rrjetet sociale u kanë dhënë atyre një farë rëndësie që nuk e meritojnë as pak. Në fakt jam i sigurt se shumë prej jush e kuptoni që sot na afrohet realisht një pikpamje e shtrembëruar. Prandaj më lejoni të kthehem shumë pas në histori dhe të citoj nga disa persona që kanë pasur një ndikim të jashtëzakonshëm në botën në të cilën jetojmë. Ishte një herë një princ nga Afrika, i cili erdhi në Angli dhe u paraqit përpara hierësisë së saj, mbretëreshës Victoria. Dhe ky princ bëri një deklaratë shumë domethënëse. Në fakt ishte në cilësinë e pyetjes. Ai e pyeti atë: "Cili është sekreti i madhështisë së Anglisë?" Dhe mbretëresha nxori një kopje të Biblës, të lidhur e të mbështjellë me shumë hieshi dhe ja paraqiti princit, bashkë me deklaratën: "Ky është sekreti i madhështisë së Anglisë." Dhe pyes veten sot, miqtë e mi, fakti që Anglia tani është kthyer jo vetëm në një vend të kategorisë së dytë, por e kategorisë së tretë. Dhe gjithashtu, Anglia ka të vështirë të gjejë aleat, njësoj si edhe ne. Dhe kështu që pyes veten nëse në një farë mënyrë apo një tjetër, kjo nuk është e lidhur me faktin që Anglia është larguar nga fjala e Perëndisë. Unë besoj se ajo që e bëri Anglinë të madhe ishte fjala e Perëndisë. Dim nga historia që Anglia ishte nisur drejt gjakderdhjes dhe revolucionit njësoj si Franca, mirëpo Perëndia ngriti John Wesleyn dhe në atë kohë pati një regjim në Angli. Mund të jetë interesante të vërejmë se çfarë kishin për të thënë disa nga presidentët tanë të parë. Presidenti Adams bëri këtë deklaratë të cilën kam dëshirë t'ju lexoj. Ai tha: "Unë e kam shqyrtuar të gjithën, si edhe shtrirjen e ngushtë të njohurive të mia." Dhe këtu me qëra fjala ai po flet për Biblën. Le t'i kthehemi përsëri leximit të citatit. "Unë e kam shqyrtuar të gjithën", që do të thotë të gjithë shkrimin. Ai sa më lejon edhe shtrirja e ngushtë e njohurive të mia, burimet e mia të rregullta dhe jeta e ngarkuar. Dhe rezultati është që Bibla është libri më i mirë në botë. Ai përmban më shumë nga filozofia ime se sa të gjitha bibliotekat që kam vizituar. Dhe disa pjesë të tij
as nuk mund t'i pajtoj me filozofin time të vogël, dhe i shtyj për hetime të mëtejshme. Dhe pastaj patëm një tjetër president Adams, siç e dini. Dhe presidenti i dytë me mbiemrin Adams tha këtë: "Unë flasi një njeri i botës drejtuar burrave të botës, dhe ju them që ta jetoni shkrimin. Bibla është libri mbi të gjithë të tjerët që duhet lexuar në çdo moshë dhe në çdo gjendje të jetës njerëzore. Jo për të lexuar vetëm një herë apo 2 a 3 herë dhe pastaj të lihet me njan, por duhet lexuar në pjesë të vogla prej 1 apo 2 kapitujsh çdo ditë, dhe të mos ndërpritet asnjëherë, përveç se në rastin e ndonjë nevoje mbizotruese." Ky është edhe fundi i citatit. Tani, miqtë e mi, hajde të më thotë ndonjëri një deklaratë më të mirë se kjo. Ai ishte presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe ajo që është shumë interesante është se në ato kohë kishte president që e bën kombin ton një komb të madh. Ata nuk na shtin në luftë jashtë vendit dhe ishin në gjendje të zgjidhin problemet e rrugës. Dikush mund të thotë, po ata nuk ishin aq të ndërlikuar atëherë sa që janë tani. Por, miqtë e mi, ja që ishin për ato kohë. Dhe nëse mund t'ju them se është goxha interesante të shohim se jo vetëm Anglia, por edhe SBA sot janë larguar nga fjala e Perëndisë. Dhe sa më larg të shkojmë, aq më të ndërlikuara bëhen problemet tona. Ndërkohë që janë disa sot në pozita me autoritet në këtë vend, të cilët deklarojnë se nuk ka zgjidhje për problemet tona. Dhe kjo është arsyeja që ne duam ta mësojmë të gjithë fjalën e Perëndisë, në tërësinë e vet, sepse besojmë që ekziston vetëm një zgjidhje. Dhe sinqerisht miq, mendoj që bëjmë mirë t'i kthehemi asaj, nëse jo jemi të mbaruar. Doni të dëgjoni një tjetër president? Presidenti Woodrow Wilson, i cili me qëra fjala ishte djali i një predikuesi. Ai ishte një njeri i madh, një idealist dhe një post-milenialist. Pra dikush që beson se Krishti do të kthehet pas 1000 vjeçarit. Tani unë nuk kam takuar asnjë post-milenialist në jetën time që nuk ishte idealist dhe një që nuk përballej kurrë me realitetin. Mirë, po kjo nuk e pengoi atë të ishte një njeri i jashtëzakonshëm. Dhe në fundit ai ishte presidenti i Universitetit të Princetonit dhe pastaj u bë presidenti i Amerikës. Kur isha thjesht një student në seminarin teologjik, më dërguan që të predikoja në kishën e parë presbiteriane në Augusta të Georgias. Mendoj që kjo kishë po kalonte nëpër disa vështirësi dhe ata menduan se një student seminari nuk do u bënte ndonjë dëm, qoftë për mirë, qoftë për keq, kështu që më dërguan mua. Unë shkova, predikova dhe nuk do ta harroj kurrë. Ishte një ditë e nxehtë, por ishte pranverë. Mirpo atje mund të bëj shumë nxehtë dhe ka shumë lagështi. Megjithatë, unë duhet të predikoja i veshur me një robë ceremoniale. Kjo është një ndër të paktat raste që më është dashur të predikoj me një robë të tillë. Në fakt, tani që mendoj, ajo ka qenë hera e vetme. Dhe zbulova që nëse zhvishesh nga mesi e lartë dhe si përvesh robën, atëherë kur shkon tek podiumi dhe nëse bën gjeste duke lëvizur krahët lart e poshtë, mund të krijohet një rrymë ajri dhe të freskohesh pak. Erdhi dikush e më tha që nuk ishte parë ndonjëherë një predikues të ri që bënte aq shumë gjeste. Ama të paktën unë nuk kisha shumë vap. Dhe ndërsa po predikoja, vura re në rreshtin e parë në të majtën time që ishte një pllak metalike. Mezi prita deri pas shërbesës që të shkoja e ta lexoja. Dhe kur shkova, u ula me duar dhe gjunjë tek stoli dhe e lexova. Dhe a dini se çfarë thoshte? Aty shkruhej që Woodrow Wilson ulej në këtë stol kur ishte i vogël bashkë me nënën e tij, në kohën që babai i tij ishte pastori i asaj kishe. Kështu që mund t'ju them që e njoh pak sfondin dhe besimin e tij, sepse edhe unë u arsimova në të njëjtën traditë. Dhe e di që ajo të çon në një idealizëm të lavdishëm. Mirë po lë pas të vërtetën e madhe të shkrimit që njeriu sot është një mëkatar dhe plotësisht i prishur. Lidhja e kombeve ishte ideale, ashtu siç mund të them se është edhe sot ajo që po gatuhet në qytetin e New Yorkut, ama ajo nuk merret me natyrën njerëzore, ashtu siç është në të vërtetë. Tani, më lejoni të citoj nga Woodrow Wilson në lidhje me Biblën. Ai tha: "Unë do të kisha frikë të ecja përpara nëse nuk do të besoja se në themelet e gjithë shkollimit dhe gjithë mendimit ton nuk do të shtrihej fjala e pakrahasueshme dhe e patëmet e Perëndisë." Tani miqtë e mi, Woodrow Wilson nuk mund ta thoshte dot këtë gjë sot. Mund ta thoshte këtë gjë në atë kohë, pra në vitet 1914, 15, 16 dhe rreth atyre viteve, por jo sot. Dhe kjo mund të jetë një nga arsyet që ne jemi në këtë gjendje të dëshpëruar sot. Unë nuk do të doja të isha presidenti i Amerikës, dhe miq, nuk ka lidhje këtu me dhelpërën dhe rrusht. Edhe sikur të ma jepnin, nuk do e merrja.
edhe nëse dikush po mendon të më nominoj, kam besim se do të harroj, sepse miq unë nuk do të kandidoja. Më lejoni të ndaj edhe disa citate të tjera sot nga një njeri i madh në lidhje me këtë libër që do të studiojmë, Fjalën e Perëndisë, pra Biblën. Dhe ai ishte Gregori i Madh, i cili bëri këtë deklaratë. Është një përrua ku elefanti mund të notoj dhe qengji me zi çam përpara. Kur e lexova këtë, mendova se ajo që do të bënim do të ishte si një fëmijë i vogël në bregun ose në plazhin e një deti të madh, ku do të kishim kovat dhe lopatat dhe do të luanim aty. Mirë po, përpara nesh shtrihet një oqean i tërë, të cilin nuk do të mund ta kuptojmë as në 5 vjet. Miq, çfarë gjëje të lavdishme që kemi përpara nesh. Gjykatësi Haley i shkroi disa vite më parë djalit të tij këtë deklaratë. Nuk ka libër tjetër si Bibla për mësim, urtësi dhe përdorim ekselent. Është një libër arsyetimi për ata që mendojnë dhe thonë ndryshe. Do të doja të kishim më shumë gjykatës të tillë sot. Tani, Thomas Jefferson ishte një deist dhe mendoi që sipas standardeve të atyre nga mesi ynë sot që janë konservativ, nuk e di nëse do e quanim atë të krishterë apo jo. Por gjithsesi, nuk është se dua ta debatoj këtë si çështje. Dhe as nuk po e gjykoj këtë njeri të madh, mirë po dua të citoj atë që kishte për të thënë ai rreth Biblës. Dhe ai tha: "E kam thënë gjithmonë dhe gjithmonë do ta them, se leximi i zellshëm i vëllimeve të shenjta, pra Biblës, do të prodhojë qytetar më të mirë, baballar më të mirë dhe bashkëshort më të mirë." Kjo është diçka që vlen të peshohet sot, në një kohë kur qytetarët janë duke i djegur dhe shkatëruar qytetet në të cilat jetojmë, dhe divorci ka marrë përmasa shumë të mëdha. Ndërkohë që, të paktën në Kaliforninë Jugore, numri i divorceve është pothuajse i barabartë me numrin e martesave. Do të doja t'ju ofroja edhe disa citate më shumë përpara se ta mbyllim këtë studim për sot, sepse e kam me merak t'ju lë të shihni se edhe pse Bibla mund të ketë marrë nam të keq në shumë vende, dhe do ta shohim këtë me kalimin e kohës, ky është libri që në të kaluarën i ka sjellë madhështi kësaj bote, ndërsa ne sot, në një mënyrë apo tjetër, po e humbasim këtë madhështi. Dëshironi të dëgjoni se çfarë ka për të thënë Dr. Samuel Johnson, kritiku i madh, letrar dhe shkrimtari nga Anglia. Ja se çfarë thot ai. Përpara se ta citoj, kjo është një deklaratë që ai ja ka bërë një djaloshi të ri që qëndroi me të gjithë natën herën e fundit që ishte sëmur. Ja edhe deklarata drejtuar djaloshit. Djalosh, ndiqe këshillën e atij që ka zotëruar një farfame në botë dhe që gjithashtu do të dalë shumë shpejt përpara krijuesit të tij. Lexoje çdo ditë Biblën. Tani si thoni, kjo është një deklaratë e jashtëzakonshme apo jo? Ndërkohë dëshiroj të citoj Daniel Websterin. E kam lexuar të gjithën shumë herë dhe tani e kam kthyer në praktik për ta lexuar nga fillimi në fund një herë në vit. Ai është libri mbi të gjithë të tjerët për avokatët dhe gjithashtu teologët, dhe më vjen shumë keq për atë person që nuk mund të gjejë në të një rezervuar të pasur mendimesh dhe rregulla të sjelljes. Ky është fundi i citatit nga Daniel Webster. Dhe ai e lexoi Biblën tepër shumë herë. Shikoni, sot ka një tendencë edhe në mesin e konservatorëve që të qëndrojmë në ato fusha që janë të njohura për ne, veçanërisht kur fushat e tjera janë shumë të panjohura. Me Ungjillin sipas Gjonit, për shembull, askush nuk mund të gabojë, apo Filipianët, ku shumë prej nesh jemi brenda profecisë, por ka edhe të tjera. Mendoj që kam kohë edhe për një citat fundit, dhe ai është Thomas Carlyle, filozofi skocez. Po citoj: "Një libër fisnik, libër për të gjithë njerëzit, që është deklarata jonë e parë dhe më e vjetër e problemit pambarim, fati i njeriut dhe rrugët e Perëndisë me të këtu në tokë. Dhe e gjitha kjo në një përvijim të rrjedhshëm, me një sinqeritet dhe thjeshtësi të jashtëzakonshme që vihet e re edhe në melodinë e saj epike dhe në prehjen e pajtimit." Miqtë mi, për 5 vitet e ardhshme do të jemi duke folur rreth Biblës. Domethënë, jo rreth Biblës, por do të shohim se çfarë ka Bibla për të thënë. Sot në fakt jemi duke folur rreth saj dhe ndryshimi do të jetë kur të fillojmë me Zanafillën, sepse nuk do të flasim rreth Biblës atëherë dhe as nuk do të përpiqemi ta mbrojmë, por do të përpiqemi të mësojmë të gjithë fjalën e Perëndisë dhe e besoj këtë me gjithë zemrën time. Herën e ardhshme do të flasim rreth frymëzimit të këtij libri. Qëndroni me ne dhe na u bashkoni në këtë aventurë të mrekullueshme së bashku, ndërsa i shkojmë Biblës tej për tej në këto 5 vite. Miqtë e mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën
përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim. Ndoqët programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Ky program u soll tek ju në gjuhën shqipe nga organizata Fjalët e Shpresës.